Një fjalë ka qenë mbi të gjitha. UÇK. Po. Shqiptarët tanë. Njani prej atyre që ishim pjesë e pandashme e grupit. Emrin e ushtrisë lirimtare të Kosovës mos me u përmend e me u respektu me do. Zonja Zotrin. Ata janë liria e këtij popullit, liria e këtij vendi, dhe unë jam veteran vetë. Na kemi luftu në vend tonin, jo s'kena shku në Serbi me luftu. Ta kanë bo një diçka që se kanë bo tjertë. Kanë rreziku jetën e vetë, edhe ata nuk e meritojnë me qenë Hag. Hag e meritojnë pushtusit, jo çlirimtarët. Me respekt të veçantë. Vetëm me fotografinë e duar dhe me heshtjen e shtëpi. Kundër padrejtësie që ju ka bo atyne, që ne kanë shpollt pavarësinë, po gjithë pa fajshëm, i kanë dënuar politikisht, i kanë mojnë burg, që 5 vjetë burg, kjo është një katastrofë, ata kanë mujtë më konë fajshëm të sotit për një mujtë ditë, jo 5 vjetë. Sepse, këndohet drejtësia, këndohet populli në jorë, ditë dhe sakrifikojnë, populli në jorë, ditë. Ishte gjaku i herojve, ishte qëndres. Ai dhe gjithë bashkëluftëtarët, anë e kërë bombit të Republikës Kosovës, ai figuron ende i zhdukur. Një hero që doli për liri e nuk u kthye më kur. Falje për luftën tonë. Kërkojmë drejtësi të drejtë. Kërkojmë. Faleminderit shumë që jesh krenar gjithmonë me veprën e babës. E themi me plot za. Po, liria ka emër. Sot është 13 shkurti. Kurime tikat ishte luftë çlirimtare. Dhe kjo nuk mund të zhbëhet kurrë.